Rritet afine që ndikon tepër mirë tek kolla për me menaxhu kryesisht kollën edhe këto gjendjet virale. Konkretisht sallatat, spinaqi, mundu për shembull për shkak se gjatë dimrit kemi pasur ushqime me më shumë proteina dhe yndyrna, mundu që sa më shumë edhe ato fruta që veç kanë filluar për shembull drezat janë për momentin që janë të kultivuar edhe në tokë kanë filluar mu bo. Sallatat e gjelbërta, spinaqi, kastraveci, komplet këto ushqimet e gjelbërta për shkak që përmbajnë klorofil, edhe ndikojnë jashtëzakonisht shumë mirë. Çka du me theksu edhe çdo herë është shumë e rëndësishme përdorimi i probiotikëve. Në këtë rast besoj që kam betë të shumë familje turshi. Turshit për shembull janë shumë të rëndësishme, po kosi, kefiri, edhe kursi grek, produktet e qumshtit, djathi, hirra, besa, janë kumshta, këto që mujmë i përgatit shumë lehtë edhe në kushtet shtëpisë, janë shumë të rëndësishme për arsye se edhe gjatë Ramazanit, edhe pas Ramazanit, më thonë gjatë Bajramit, çdo herë ngarkesa që i bëhet organizmit është ngarkesa tek sistemi tretësor, kryesisht tek flora e zorrës. Edhe kjo i vyn ndim prej kohë. Nëse na nuk marrim sasitë mjaftueshme probiotikëve, atëherë normal që nuk i kemi bakteriet e zorrës në formën e dur edhe i vyn me ndihmu që paktën ato ushqim, mi tret edhe me pas një florë normale të mirë. E dim që në bazë është theksuar që kryesisht imuniteti në 70% e sistemit imunitar varet prej zorrës tonë, prej sistemit tonë tretës. Edhe nëse nuk e kemi këtë pjesë mirë, atëherë normal që kemi me pas edhe pasoja kryesisht, përdorimi i produkteve të qumshtit, perimet e gjelbërta, veza është shumë e rëndësishme, mishi, në sasi jo shumë të madhe, edhe i përshtatur normal sipas dëshirës, edhe i orarët çdo herë, për shembull, jo orare shumë të vogla, edhe mundësisht jo ushqime të paketuara, konservume, jo ushqime, me mbëlsira tepërta, jo pije të gazume, ose pije energjike, këto hidhësion të mirësardhë, sidomos nëse jo me viroza, uji gjithçysh është thelbësor me qenë të hidratume, po pse jo edhe çajrat ndryshme, që zakonisht unë secili çaj i shtoj ndaj karanfel, kanell, sidomos për ata që vuajnë nga diabeti ose hipertensioni është shumë e rëndësishme një shkop kanell me shtu te çaj që e përdorin, limon, masi që të tofet, afërsisht 40 gradë për shembull çaj, i shtojmë limonin edhe mjalten, edhe këto janë, për shembull edhe diçka tjetër që kisha dashur me theksu, shumë e rëndësishme, shumë e thjeshtë, është dietet afine, që ndikon tepër mirë tek kolla, për me menaxhu kryesisht kollën edhe këto gjendjet virale. Më thënë 6 gjethet afine, nxim një 10 minuta, e lojmë pak me pushuj, shtoj mjalt edhe limon, edhe është ideale për këtë ftofjen respiratore. Edhe krejt këtu që i përmendëm kryesisht për shembull preferoj çajin avoliçës, çajin e shërbeles, menten, çajin e malit, janë çajra që gjenden shumë lehtë edhe nuk janë edhe shumë kushtueshëm, shumë lehtë mi përgatit 10 minuta, ma mirë sa pim një lang, ose një pije të gazume, një çaj kështu, kishte një ideal.